Çfarë ju motivoi të ndiqni një rrugë kaq të larmishme në mes historisë, gazetarisë dhe letërsisë? Po në fakt ka qenë shumë interesante rrugtimi im kështu profesional gjatë këtyre 10 vjeçarëve të fundit. Unë shumë i ri kam nisë në fakt profesionin e gazetarit që të ushtroj. Së pari që nga vitet e shkollës së mesme të gjimnazit, viti 3, në vitin 97, kur po ta filluar me punë në radio televizionin Zëri Kumanovës, i cili kur fillova në pastaj për një kohë u mbyll televizioni, po vazhdoi radioja për gati një vit. Dhe aty në fakt i ka marrë hapat e parë të gazetarisë dhe ka marrë virusin e gazetarit, i cili edhe sot e kësaj dite si duket nuk po më lëshon. Dhe pastaj kam vazhduar nëpër media të ndryshme duke punuar. Po shikoni, gazetaria, letërsia, publicistika, historia, të gjitha këto janë fushra të shkencave humanitare dhe shoqërore, të cilat kanë një ndërlidhje shumë të afërt me njëra me tjetrën. Pastaj rrugtimi im ka vazhduar edhe me studimet që i kam bërë në gjuhë dhe letërsi, me katërrejt letërsia, kam botuar disa vepra dhe të sferës së letërsisë. Pastaj historia, gjithashtu duke qenë një popull shumë i përvuajtur këtu në kufijtë e trojve tona etnike, gjithnjë duke u përballur me probleme të ndryshme nga miqt që i kemi. Kjo natyrisht që më ka nxit ndoshta bagazhi familjar që kam pas në familje, herojnë të këtyre trevave, të cilat më kanë nxit që të shkruaj dhe të merrem më konkretisht në këto sfera. Pra gjitha këto janë nxitje të cilat unë kam mundur brenda këtyre viteve të mund t'i absorboj, besoj, në formën më të mirë të mundshme dhe megjithatë të lënë diçka si një lloj trashëgimie edhe e shkruar për brezat e ardhshëm.